Tani në doja të shikoja protestën në dy këndvështrime. Ajo e para si një ngjarje politike, çfarë solli, çfarë prodhoi, çfarë ndryshoi nga herët e kaluara, dhe e dyta marrëdhënia e kësaj ngjarjeje politike në raport me policinë. Po e nis nga kjo e dyta. Ajo që pam ishte një kundërveprim i forcave të rendit më agresiv se herët e tjera. Po e themi këtë nga protesta në protest, çdo herë ka një normë të re agresiviteti. Unë do doja të veçoja këtë të fundit, sepse unë kam mbrojtur gjithmonë idenë dhe kam thënë që protesta është nuk është një shëtitje, nuk është një ekskursion ku palët përshëndesin njëra tjetrën dhe i dhurojnë lule apo çokoladata. Protesta është një aktivitet ku janë dy palë protestuesit, të cilët kanë marrë përsipër të mos janë thjesht shëtitës, por të sulmojnë për të arritur qëllimin për cilin protestojnë, janë forcat e policisë të cilat janë në detyrën e tyre për të mbrojtur institucionet. Këtu kemi të bëjmë një matje edhe forcash, por gjithsesi forca është ajo që ka një rregull që quhet proporcionaliteti dhe ku ka një ligj që përcakton, ka një protokoll që përcakton se si dhe duhet të përgjigjet policia ndaj protestuesve në raport me shkallën e dhunës, në raport me mjetet që ata përdorin e kështu me radhë. Kështu që nuk është thjesht një matje forcës kush është fizikisht më i fuqishëm. Por në protestën e fundit, ajo që pam ishte që kundërveprimi i policisë ishte më i shpejt dhe më agresiv, kjo jo thjesht për faktin që u neutralizuan njerëzit që hidhnin ato mjetet shpërthyese, ato shishet me lëndë djegëse, dhe këtu është në drejtën e saj policia për të parandaluar dëmtimin e institucioneve apo një agresivitet më të madh të aktivitetit, por më tej pasaj besoj që ishte e panevojshme përdorja e gazit, që si kundër u tha, dhe unë besoj që këtu do duhet të investohet tashmë edhe prokuroria për ta hetuar nëse gazi, ai spray famshëm që u përdor dhe që kishte efekt jo vetëm lotësjellës por edhe djegës, lejohej apo nuk lejohej për të përdorur në tubime, në demonstrata me qytetarët, apo ishte realisht ai që shërbente për të paralizuar kafshët e egra dhe që me të cilët pajisen kryesisht alpinistët apo të pasionuarit e udhëtimeve në përshtigje malore. Dhe nëse këtu kemi të bëjmë me tejkalim të këtyre kompetencave, unë besoj që prokuroria